Vletarit e Dibrës ankohen për dëmët që po i shkaktohen në vitet e fundit, veç motit të ftohtë apo me lagështi që mban në periudhën e lulëzimit të bimëve, vletarët ngrenë një tjetër shqetësim, atë të dëmtimit nga ilaçet apo helmet që përdoren nga fermerët e frutikulturës. Vletari Shabani Strefi nga Maqellare Dibrës thotë se çdo vit ka dëmtime të bletës në periudhën e lulëzimit të pemëve frutore, e që ai dyshon se u vjen nga helmet që hidhen për t'i mbrojtur pemet. I Strefi shprehet se faji nuk është vetëm i fermerit që i përdor, por edhe i strukturave të tjera, kryesisht specialistëve që duhet të gjejnë helme që janë të dobishme për pemë frutore, por që të mos jenë të dëmshme për bletët. Edhe vitin e kaluar, thot vletari Shabani Strefi, ai është dëmtuar në periudhën e lulëzimit të pemëve frutore ku dyshon se bletët janë helmuar. Ka mbi 20 vjet. Vjet ndikojti shumë i ftofti ajo ngrica që mbajti. Që i proshet e pëmët ndikojti shumë edhe ke bletët. Vjet. Edhe si mjet on dyshej ke ilaçet, ju nuk e ditë sigurt, po dyshej ke ilaçet. Në mjekimet, në mjekimet i marrë në Maqedoni. Që ju du tjetë rësia. Unë me ushimi komplet. Sot dëmtuar? Vjet mbi 20 copë. Me stadion i lasa i ngricës, të shtoftit. Mund mos jetë ajo, pa ashtu mendoj unë. Faktikisht ata kur bën spërkatet në për pema, po ç'është fillim spërkatet, atje ka faj edhe veterineri. Veterineri du të atë ilaç që bën efekt ke pema edhe se dëmton bletën. Po vin miza të vdekme vinë kur fillojnë spërkatet. Dikon jashtë mas. Një shqetësim i ngjashëm është ngritur edhe nga bletarë të tjerë jo vetëm në Dibër, por edhe në Bulqiz, Klos e Mat.